BBC pak ditë më parë raportoi që Mbretëria e Bashkuar është në bisedime me vende të tjera për të krijuar qendra kthimi jashtë vendit për kërkuesit e azilit të dështuar. Bëhet fjalë për dërgimin e atyre azilkërkuesve që ju është refuzuar kërkesa nga Mbretëria e Bashkuar. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer gjatë një udhëtimi në Shqipëri në një konferencë për shtyp për krah kryeministrit të vendit, zotit Edi Rama, ka pohuar se jemi në bisedime me disa vende për qendrat e kthimit. Gjithashtu BBC ka raportuar se këto bisedime përqendrohen në vendet e Ballkanit Perëndimor, një rajon që përfshin Shqipërinë. Por theksohet se këto propozime do të zbatohen vetëm për azilkërkuesit të cilëve ju është refuzuar kërkesa dhe që nuk kishin më asnjë të drejtë për apel në Mbretërinë e Bashkuar. Media Rainbow Migration ka shprehur shqetësim për këtë situatë, për këtë vendim, dhe ka mbështetur qëndrimin e kryeministrit të Shqipërisë për të mos pranuar një dëbim të tillë të azilkërkuesve. Pasi sipas tyre, Anglia po kërkon vende të tjera që të pranojë njerëz që kanë ikur nga persekutimi, si për shembull komunitetin e LGBT-s. Ata mund të ishin të rrezikuar nëse do shkonin në vende ku diskriminohen. Si e shikoni ju gjithë këtë situatë? Qeveria angleze është shprehur se ky vendim ka si qëllim ndalimin e emigracionit ilegal. A duhet sipas jush të vazhdojë edhe sot emigracioni jashtëligjshëm? Më shkruaj, lër komentin tënd dhe mos harro të bësh subscribe në kanalin tim në YouTube channel Zëri i Mërgjimtarit.